Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në terminal. Kosova ka dështuar sërish për të formuar qeverinë e re. Seanca e jashtëzakonshme plenare e mbledhur para ditën e sotme nuk arriti që të miratoj emrat e propozuar nga Albin Kurti si antar të kabinetit qeveritar, duke sinjalizuar kështu zgjedhje të parakohshme. Po për më shumë, lidhur me atë që ka ndodhur sot dhe çfarë pritet të ndodhë me klimën politike në Kosovë, kemi kolegun ton Ideal Gashi nga Prishtina. Ideal, përshëndetje. Çfarë ndodhi me votimin sot dhe atë po shkon Kosova drejt zgjedhjeve të parakohshme? Sipas të gjitha mundësive, do të jemi tek zgjedhjet e parakohshme edhe parlamentare, megjithëse ne jemi aktualisht në mes të një procesi zgjedhor lokal. Seanca nisi dhe përfundoi ashtu siç e kishim paramenduar se do ndodhte, me që nuk ishte asnjë marrëveshje koalicioni që do t'i mundsonte zotrit Kurti, kryeministit në detyrë, për t'i garantuar atij një mandat të tretë apo le të themi një votim të suksesshëm prej 61 votash, me që ai aktualisht është tek 56 që i ka të tijet bashkë me disa koalicione me parti të vogla nga komunitetet jo serbe, megjithatë duhej një parti e madhe shqiptare për t'i dhënë atij në votat e nevojshme, jo vetëm për qeverinë, por ndoshta për të tejkaluar edhe sfidën e zgjedhjes së presidentit, i cili duhet të jetë i zgjedhur në muajin mars të vitit të ardhshëm. Edhe pse ligjërisht ka kohë presidentja, e cila ky proces tashmë kthehet në zyrën e saj për t'i dhënë një mundësi të dytë një mandatari tjetër brenda 10 ditëve të ardhshëm, duke që asnjëra prej partive politike nuk është në gjendje të jap garanci tek Vjosa Osmani se ka 61 vota, ashtu kërkon ajo në mënyrë që të mandatoj dikë tjetër për të formuar kabinetin e ri qeveritar. Të gjitha partitë kanë deklaruar që nuk kanë 61 vota në kushtet e tilla, pavarësisht se presidentja Osmani besoj do t'i ftojë të gjitha partitë në konsultim. Mirë po, nëse asnjëra palë nuk ka 61 vota, atëherë ajo menjëherë do të shfrytëzojë të drejtën e saj për të shpërndarë parlamentin dhe mund të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme në datën 30 nëntor, 7 dhjetor apo 14 dhjetor, në bazë edhe të afateve ligjore kushtetuese të cilat nuk lejojnë më shumë se 40 ditë nga shpërndarja e parlamentit që të bëhen zgjedhjet. Ideal, ka pasur një reagim të kryeministit në detyrë Albin Kurti rreth një orë më parë, si e ka komentuar ai situatën e krijuar pas vendimit dhe mosprodhimit të një rezultati pozitiv për konstituimin e qeverisë së re të Kosovës në seancën e sotme plenare? Po kryeministri në detyrë Kurti ashtu në reagimet e tij, por edhe në seancën e sotme buri theksin tek domosdoshmëria të pasurit një qeveri të re për shkak të që lidhen kryesisht me projekt të ligji për buxhetin e vitit të ardhshëm. Kujtoj që në bazë të ligjit brenda këtij muaji duhet që të procedohet buxheti i vitit të ardhshëm në Kuvendin e Kosovës, e më pas të votohet në 2 lexime, e në mes dy leximeve ka procedura që mund të shtojnë amandamente të cilat mund të propozojnë deputetët, por gjithçka duhet të kryhet brenda 31 dhjetorit. Megjithatë, në kushtet e tilla kjo duket vështirë realizueshme, gjë që do të rrezikonte ndoshta edhe pagat e zyrtarëve publik, edhe pse ka një le të themi lëshim edhe një ligj që jep mundësinë të paktën për 3 muajt e parë shtetit të funksionojë me një shumë të vogël të buxhetit të vitit aktual. Gjithsesi, kryeministri ka thënë edhe faktin që janë 33 agjenci apo institucione të pavarura të cilat nuk janë funksionale apo janë pa mbikëqyrje, me që qeveria e re nuk është e zgjedhur. Ai ka kërkuar votën e deputetëve sot, por që sigurisht nuk e mori në mungesë të një marrëveshje. Ai këtu ka pasur le të themi pikën ku ka bërë thirrje që të votohet për interes të shtetit, duke dalë jashtë interesit partijak, por kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë e shtetit Kosovës që të votohet një kabinet qeveritar pa një marrëveshje. Rrjedhimisht nuk ndodhi
asot për kundër këtyre thirrjeve apo reagimeve që ka pasur jo vetëm zotri Kurti, por të gjithë aktorët e lëvizjes vetëvendosje. Ideal dhe në pyetje të fundit, a dëshmoj kuvendi në seancën e sotme për një fillim të krizës politike në Kosovë dhe apritet që zgjedhjet e parakohshme pasi të përcaktohet data nga presidentja Vjosa Osmani të prodhojnë një rezultat të ndryshëm nga ajo që kishim në zgjedhjet e fundit, pra një shumicë të mjaftueshme për të konstituar qeverinë? Është, le të themi, mund të ketë ndryshime të vogla, megjithatë mbetet për të parë se çfarë rezultati do të prodhonin zgjedhjet me shumë gjasë tashmë të parakohshme parlamentare nga ato të shkurtit. Ka pasur disa zhvillime për cilat lëvizja vetëvendosje si partia e parë dhe më e madhja është mbajtur përgjegjëse, ashtu sikur se kryeministri i detyrë Albin Kurti. Mirë po, më duhet të them që ndoshta edhe raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, balotazhi i cili bëhet në 18 komuna të Kosovës, përfshirë edhe 6 qytetet kryesore, mund të japë ndoshta një motivim shtesë partive politike, sidomos ndoshta edhe lëvizjes vetëvendosje, e cila është në luftë për kryeqytetin Prishtinën, por edhe për Mitrovicën, si dy qendra që shihen vërtet jetike për kryeministrin Kurti edhe për shkak të shpenzimit të energjisë së madhe që ka pasur për pjesën e Mitrovicës. Dhe do të jap ndoshta një pasqyrë të qartë, do të shoh edhe se si është i orientuar votuesi për të kuptuar nëse lëvizja vetëvendosje ka ende mbështetjen dhe pretendon që të rritet, pasi që në fillim ata kanë kërkuar që të qeverisin vetëm pa koalicione, por është vështirë e besueshme që një rezultat i vitit 2021 me 51% të votave për një subjekt të vetëm të përsëritet, ndërsa edhe sistemi në Kosovë këtu pak a shumë e pamundson që të mos të ketë një qeveri me kaq numra të fuqishëm pa një koalicion, të paktën edhe një parti të madhe shqiptare. Më shumë mbetet për të parë le të themi qëndrimi i partive të tjera si Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët kanë thënë se janë të interesuar për një qeveri pa lëvizjen vetëvendosur, dhe nëse do të ketë ndonjë dakordim për ndonjë koalicion të paktën pas zgjedhor, pasi kësaj radhe ata dështuan që të bëhen bashkë, por të shohim nëse do të mund të le të themi të jenë të njëjtën linjë edhe pas në zgjedhjeve të mundshme parlamentare që mund të bëhen po këtë vit. Ideal Gola, të falenderoj për të gjitha informacionet në terminal. Ndërkaq, situata mbetet tensionuar politike edhe në vend, ndërsa vendi përpiqet që të shkojë drejt zgjedhjeve të pjesshme vendore në 5 qytete, por kryeqyteti nuk ka një ende datë të përcaktuar zyrtarisht se kur do të zhvillohet gara elektorale. Një tjetër zhvillim kanë qenë disa largime nga eksponent të Partisë Demokratike drejt kampit roz. Kujtojmë këtu Zheni Gjergji së fundmi, ish deputeti e Partisë Demokratike, është emëruar drejtori në Spitalin e Elbasanit. Manjola Nikolo ka shkuar si nënkryetare e Bashkisë së Sarandës, më herët Genze Romemaj si drejtor i kadastrës së Vlorës, Blendi Sulaj në kryetari i Bashkisë Tiranës, Megi Balliu në kryet të Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe Silvi Kecaka si zëvendës ministre e punëve të brendshme. Kjo e fundit pjesë e LRI-s pra në koalicion me Partinë Demokratike. A tregojnë të lëvizje se opozita tashmë nuk frymëzon më? Çfarë po bën Partia Demokratike, veçanërisht pas publikimit edhe të raportit të OSBE-u dirit, a ishte në sytë e demokratëve ky raport i konfirmimi i asaj që është denoncuar tashmë për disa muaj pas zhvillimit të zgjedhjeve të 11 majit nga kryetari demokrat dhe Sali Berisha për procesin si një farsë zgjedhore, dhe mbi të gjitha apo angazhohet realisht opozita dhe veçanërisht Partia Demokratike në përgatitjen e zgjedhjeve të pjesshme vendore, ku gara më fortë që përmenda është për Tiranën, aty ku demokratët dhe opozita në tërësi kanë dalë me një formulë të re, atë të mbështetjes së një kandidati të pavarur. Për këtë diskutojmë sot në terminal dhe kam kënaqësinë që të kem në studio zotin Xhelal Mziu, deputetin e Partisë Demokratike. Mirë se erdhe. Marsit Gufi është me ne sot, ekspert. Mirë se erdhe Marsit. Kemi kënaqësinë që të kemi Redi Muçin, është politikan i ri, është deputet i Lëvizjes Bashk. Mirë se erdhe Redi. Dhe Aleksandër Çipon, kolegun ton gazetar. Mirë se erdhe.